Jemi mbledhur sot për të dhënë lamtumirën e fundit Altinit, pjesëtarit shembullor të policisë Kosovës, i cili për aq kohë sa e veshi uniformën e policisë e nderoi atë, duke shërbyer me përkushtim, profesionalizëm dhe dinjitet për qytetarët e Republikës sonë. Dita e sotme është e rëndë jo vetëm për familjen Kryeziu, por për të gjithë kolegët e tij, bashkëvendasit dhe mbar Republikën tonë. Sot humbëm padrejtisht një jetë të re, një të ri me dëshira, ëndra dhe shumë vite përpara. Një jetë e cila u ndërprej në mënyrë tragjike. I lindur në liri, si pjesë e një brezi që nuk e jetoi luftën, por që e trashëgoi përgjegjësinë për të ruajtur lirinë dhe shtetin, Altini zgjodhi uniformën e policisë Kosovës për të shërbyer dhe për ta mbrojtur Republikën tonë dhe qytetarët e saj. Ai do të kujtohet për përkushtimin, ndershmërinë dhe dinjitetin me të cilin ushtroi detyrën, ndërsa rruga e tij, edhe pse u ndërprej shumë herët, do të mbetet e shtruar si shembull për kolegët e tij për gjithë brezat që vijnë. Është vështirë të gjesh fjalët e duhura kur një jetë e mbushur me optimizëm, me përkushtim dhe detyrë ndërpritet aq papritur dhe në mënyrë aq tragjike. Altini nuk ra thjesht në krye detyrës. Ai humbi jetën tragjikisht i goditur nga një automjet që drejtohej në mënyrë të papërgjithshme, ndërsa ai ishte aty për të kryer detyrën dhe për të mbrojtur jetën dhe sigurinë e të tjerëve, pra qytetarëve tonë. Të nderuar pjesëtarë të familjes Kryeziu, Altini do të mbetet përherë i gjallë në zemrat tona. Humbja e Altinit në rrethona tragjike, të cilat sot na bëjnë të reflektojmë thellë për përgjegjësinë, kujdesin dhe respektimin e ligjit. Le të shërbej kjo si një thirrje e fuqishme në ndërgjegjen e secilit qytetar për kujdes, për vetë kontroll dhe respektim të ligjit. E nderuar familje e kolegut tonë Kryeziu, duhet ta keni parasysh që nuk keni humbur vetëm ju, kemi humbur edhe ne, Policia e Kosovës. Po ashtu ju garantojmë që Policia e Kosovës do të jetë gjithmonë pranjosh për çfarë do nevojë që do të keni. Do ndajmë dhimbjen dhe krenarinë së bashku. Dua të shfrytëzoj rastin po ashtu të bëjmë dije se që nga pas lufta Kosova ka humbur rreth 3214 vetë në aksidente të trafikut. Policia e Kosovës ka humbur 33 pjesëtarë të policisë në aksidente. 10 nga ta raste si kurse Altini, do në krye e detyrës. Andaj është momenti i fundit që ne të bëjmë thirrje gjithë atyre që drejtojnë mjetet, që marrin pjesë komunikacion, të kenë kujdes, sepse veturat janë shpikur për të lehtësuar jetën e njerëzve, jo për të vrarë njerëzit, për të bërë destinacionet e duhur. Mos shndrojmë veturat tona në armë dhe mjete vrasës për njerëzit tonë. Ne s'kemi njerëz për të humbur. Kosova s'ka të rinj dhe të reja për të humbur. Andaj kujdesi është më së i nevojshëm tani e tutje. Kjo ndjenjë e shërbimit ndaj vendit nuk ishte e rastishme në familjen Kryeziu. Altini është djali i Elmiut që babai për vite të tëra po ashtu ka shërbyer dhe i shërben këtij shërbimi si pjesëtar i policisë Kosovës. Prandaj, përballë dhimbjes së një babai që humbi jetën, është jashtëzakonshme e vështirë që të gjenden fjalë të duhura. Nuk ka kanërime të madhe për një prind se sa ta shoh fëmijën e vet duke shërbyer vendit, por njëkohësisht nuk ka dhimbje të madhe se sa të mbas atë kaq të ri. Që i vogël ishte fëmijë i dashur, zënës i shkëlqyshëm, i buzëqeshur, i sjellshëm dhe gjithmonë me respekt për tjerët. Por mbi gjitha, Altini e donte vendin e tij. Altini vinte nga një familje adhetore e patriotike, që i dha vendit kontributin dhe sakrificën e saj. Babai i tij ishte pjesëtar i OÇK-s gjatë luftës për qërimin e Kosovës. Dhe pas luftës ndër pjesëtarët e parë të policisë së Kosovës. Kjo ishte trashëgimia në të cilën u rrit Altini, dashuria për vendin dhe shërbimin ndaj tij. Kur veshi uniformën e policisë së Kosovës, për Altinin ajo nuk ishte vetëm uniformë. Nuk ishte vetëm profesion, ishte nder, përgjegjësi dhe amanet familjar. Dhe këtë amanet e mbajti me krenari deri në ditën e fundit, kur ani krye të detyrës duke i shërby Kosovës dhe qytetarët e saj. E veshi uniformën me krenari, e mbajti me dinjitet dhe i shërbeu qytetarët me përkushtimin
e devotshmëri. Altini u ndon nga jeta duke qenë në detyrë, duke i shërbyer qytetarit dhe vendet që aq shumë e dishin. Dhe për këtë, edhe në dhimbjen më të madhe, familja ju do të jetë gjithmonë krenor për të.